në Kosovë, sipas organizatës ndërkombëtare Transparency International, 66% e qytetarëve pohojnë se shkalla e korrupsionit është rritur në 2 vitet e fundit, ashtu sikurse është rritur pakënaqësia e qytetarëve ndaj masave të ndërmarra nga autoritetet për ta luftuar këtë dukuri. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Drejtues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Transparency International Kosova thanë se shteti i Kosovës po kaplohet gjithnjë më shumë nga korrupsioni, ndërsa njëkohësisht po rritet edhe gatishmëria e qytetarëve për të reaguar ndaj tij. Këto komente u bën gjatë shpallësjes së ulëmtimit më të madh të opinionit në botë të kryer nga Transparency International që përfshin 107 vende të botës. Merita Mustafa nga Transparency International Kosova tha se studimi tregon të dhëna kritike mbi opinionin e qytetarëve për korrupsionin në Kosovë. Qytetarët mendojnë se për 2 vitet e kaluara korrupsioni është rritur në masë të madhe, pra 66% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është rritur në masë të madhe, 26% tregojnë se nuk ka ndryshuar fare dhe 8% tregojnë se ka zbritur. Zonja Mustafa tha se qytetarët mendojnë se shkalla e korrupsionit është më e larta në institucionet e drejtësisë dhe të politikës. Fakt shqetësues për neve mbetet perceptimi i qytetarëve për institucionet kyçe, ku gjyqësori, siç po e shihni, është një prej sektoreve, përsëri perceptohet një prej sektoreve më të korruptuar në vend, i pasuar nga partitë politike, shërbimet shëndetësore, parlamenti, biznesi, sektori, sistemi i arsimit, zyrtarët dhe punonësit publik, policia, mediat, OJQ-t dhe institucionet fetare. Studimi dëshmon se qytetarët paguajnë rishvete në disa sektorë të rëndësishëm në Kosovë. Qytetarët paguajnë më së shumti mito për sektorin e shëndetësisë, sistemin gjyqësor, policinë, shërbimet e regjistrimit, licencave dhe lejeve, taksat, shërbimet komunale, shërbimet për patentshmëri apo pronat. Zonja Mustafa tha se 85% e qytetarëve janë shprehur të gatshëm të reagojnë nëpërmjet peticioneve apo protestave paqësore kundër kësaj dukurie, ndërsa pjesa më e madhe e qytetarëve mendojnë se masat e autoriteteve për të luftuar korrupsionin nuk kanë dhënë ndonjë rezultat, pavarësisht se ato e kanë shpallur luftën kundër korrupsionit si përparësi të tyre. Lufta kundër kësaj dukurie dhe krimit organizuar janë pjesë e kritereve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.